Mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin 21. Zyra e regulatorit për energji bëri të ditur se prej sot bizneset e mëdha që kanë lidhur kontrata me furnizuesit kanë dalë në tregun e hapur të energjisë, ndërsa sipas ZRE-s ato kompani që nuk kanë lidhur kontrat kanë kaluar automatikisht te furnizuesi i mundësisë së fundit. Kot u bë zhurmë e madhe në protesta, madje u ngre dhe padi në gjykatën themelore e u bllokuan përkohësisht edhe hyrje daljet në kryeqytet. Por në zyrën e regulatorit për energji nuk trokiti ndërgjegjja, të paktën për t'u mundësuar bizneseve shtyrjen e afatit për të dalë në tregun e lirë energjetik. LRM që ta rishqyrtoi vendimin për çmimin e energjisë elektrike. Zyra e regulatorit për energji bëri të ditur se nga kjo e gjeli bizneset e mëdha automatikisht kanë kaluar në tregun e hapur energjetik, por ky institucion nuk mori mundin që të njoftoj opinionin për numrin e kompanive që eventualisht kanë lidhur kontrata për furnizim me rrymë, nga 1300 sosh sa është thënë se i nënshtrohen vendimit për të inkuadruar në tregun energjetik. Me sukses, të gjitha që kanë lidhur kontrata me furnizuesit kanë dalë në tregun e hapur. Ato që nuk kanë lidhur kontrat kanë kaluar automatikisht te furnizuesi mundësisë së fundit. Qindra bizneset të mëdha në Kosovë tashmë do të përballen me një realitet të ri. Çmimin e energjisë elektrike, i cili u rrit për mbi 200% pas hyrjes në fuqi të vendimit të zyrës së regulatorit për energji. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, vlerëson se institucionet vepruan kundër bizneseve, të cilat do të detyrohen të paguajnë fatura të papërballueshme. Do të ketë rami të eksporteve, do të ketë kurje të vendeve të reja të punës, do të bje konkurrenshmëria e prodhimeve made in Kosova dhe sot nëse dërgoni do të thotë një ofertë, qoftë nga përpunimi i drunit, qoftë nga përpunimi i metalit, qoftë edhe në fusha tjera, është e pamundur që kompanitë kosovare të jenë konkurruese në tregun evropian. Nëse ne kemi, do të thotë, një ngritje të çmimit në këtë masë dhe transporti edhe të fishon koston energjisë elektrike, vërtet nuk duhet të na habit fakti që nga Kosova nuk do të largohen vetëm qytetarët, nuk do të largohet vetëm kapitali, por do të largohen edhe bizneset, sepse vërtet nga vendet e Ballkanit kanë oferta shumë jorse që ta bartin prodhimin atje, dhe në fund të fundit duhet të kuptohet e vërteta që nuk bëhet biznesi me emocione dhe me ndjenja, por bëhet me kalkulim, me interes dhe me profit. Të gjitha kompanitë me më shumë se 50 punëtor apo me qarkullim mbi 10 milion euro detyrohen tash shetutje të furnizohen nga tregu i lirë. Por shumë prej tyre kjo nënkupton rritje drastike të kostove dhe rrezik për stabilitet financiar. Njohësi i ekonomisë Alban Hashani vlerëson se dalja në treg të lirë është dashur të ndodhë, por që thekson se bizneset do të duhet të lajmëroheshin më herët. Nuk ka pas një komunikim të mirëfillt ndërmjet institucioneve, në mënyrë që bizneseve të bëhet e qartë më herët që në mënyrë kredibile ky hap do ndërmirët këtë vit. Edhe përpasoj bizneset pretendojnë se janë të pa informuara për kushtet e tregut, po edhe të kanë qenë jo të gatshme që të ndërmarrin këtë hap. Edhe përpasoj gjenden në një situatë e cila mund të rrit kostet e tyre të operimit dhe mund të ul konkurrueshmërinë, qoftë për me konkuru me produktet vendore, po edhe me konkuru në ato tregje ku ato eksportojnë. Në Kosovë, liberalizimi i tregut të energjisë është parapar me ligjin për energji elektrike të miratuar në vitin 2016, por zbatimi i tij është hyrë për shkak të rrethanave të ndryshme. Deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Hykmete Bajrami, ka thënë se 1 qershori duhet të shënohet si ditë e mafjas energjetike në Kosovë. Ajo përmes një postimi në Facebook ka shkruar të dielën se përgjatë 4 vjetëve të shkuara, mafia energjetike për të cilën kryeministri në detyrë Albin Kurti fliste sa ishte në opozit ka marrë formë. Sipas saj ka emra dhe mbiemra. Është lëvizja vetëvendosje në pushtet, e cila për këto vite nuk ka bërë asgjë tjetër, përveç se ka vendosur njerëzit e vet në krye të institucioneve që prodhojnë energji, japi licenca e që janë të thirrura për mbikëqyrje të tregut të energjisë, ka shkruar ajo.
Angazhimi i Kosovës si një koqire dhe pjesëmarrëse në ushtrimin më të madh ushtarak amerikan Defender Europe 2025 do të përshpejtojë rrugën e saj drejt antarësimit të plotë në NATO, duke forcuar pozitën e saj ndërkombëtare dhe duke rritur besueshmërinë si partner i besueshëm në sigurinë euroatlantike, vlerësojnë ish oficer të FSK-s. Kosova nuk është më thjesht një pjesëmarrëse, por një aleate në rritje përderisa nga kjo javë flamuri i saj valon për krah 28 shteteve të NATO-s në ushtrimin më të madh amerikan Defender Europe 2025. Ish atasheu ushtarak në SBA Xhavet Gashi thot se ky angazhim përshpejton integrimin e Kosovës në NATO, duke afruar atë me standardet e aleancës. Me këtë ushtrim, por në shtete e vazhdueshme, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vetë NATO-s e shtetet NATO-s e përforcojnë shumë pozitën ndërkombëtare të Kosovës, që tregon edhe seriozitetin me cilin trajtohet integriteti territorial i Kosovës, po edhe gatishmëria e Kosovës me forca ushtarake, sepse me këtë përfundim të këtij ushtrimi, me validimin e regjimentit të tretë, ne kalojmë në fazën e fundit pra të procesit 10 vjeçar të ushtrisë Kosovës, pra të tranzicionit në ushtrinë e Kosovës. Pjesa tjetër mbetet më shumë është diplomatike që nuk varet nga Ministria e Mbrojtjes apo nga ushtria, ato që kanë varen pra nga aspekti ushtarak, si në aspektin operacional apo edhe të Ministrisë së Mbrojtjes, pra kjo dëshmon se ne jemi të gatshëm edhe kjo përshpejton atë rrugtim të integrimit tonë në NATO. Njësoj vlerëson edhe koloneli në pension Afrim Veseli, sipas të cilit ky është një moment kthese për FSK-n dhe vetë rrugën euroatlantike të Kosovës. Ka rëndësi shumë të madhe, sepse në një të ardhme, të afërme, pasë parasysh kapacitetet e forcës që janë duke u zhvilluar me një ritëm jashtëzakonisht mirë, me një politikë të mençur, do të shkurtonte rrugën për antarësim në NATO. Thjesht Amerika dhe ushtria amerikane na i ka hapur dyert edhe me këtë rast, me pranimin e Forcës Sigurisë Kosovës në këtë ushtrim edhe përzgjedhjen e territorit Kosovës për mbajtjen të ushtrimit. Pra në Gjakovë është i dislokuar me komanda e divizionit 28 amerikan. E kjo do të na ndihmonte shumë që rruga për antarësim në NATO të jetë edhe më e shkurtë, ashtu qysh ne dëshirojmë. Kjo është hera e tretë që Kosova është një koqire, por tani me rol më të theksuar, që sipas analistëve shihet si vendimtar për shumë arsye. Ushtrimi do të zgjasë deri më 9 qershor me pjesëmarrje të rreth 25.000 trupave nga 29 shtete aleate dhe partnera, që do të marshojnë drejt një qëllimi të përbashkët, siguri, stabilitet dhe partneritet afatgjat. Kosova ka nevojë më shumë se kur për stabilitet politik dhe ekonomik, thot profesori marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Westminster në Angli, Aidan Hehir. Ai thekson se formimi i institucioneve të reja në Kosovë duhet të bëhet sa më parë nga partitë politike që, siç thot ai, duhet të vendosin interesin kombëtar mbi interesat partijake. Ajo që është e rëndësishme për Kosovën në këtë moment është të kuptojmë se ndërkohë që Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane në përgjithësi po rishikojnë angazhimet e tyre në politikën e jashtme. Kjo ka pasoja të mëdha për shtetin më të ri në Evropë, thot profesori Aidan Hehir. Kosova ka nevojë për një qeveri të fortë dhe stabile për të përballuar 4 vite të ardhshme që do të jenë shumë të vështira. Për aq kohë sa Trump është në pushtet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, situata do të jetë shumë e ndërlikuar. Zoti e di çfarë do të vendosë ai nesër kur të zgjohet. Pra nga ky këndvështrim ndërkombëtar, nevojitet një qeveri e fortë, por nga këndvështrimi i raportit me Bashkimin Evropian, nuk mendoj se ka ndonjë ndikim real. Bashkimi Evropian ka poshtëruar veten në Kosovë. Sanksionet që Bashkimi Evropian ka vendosur ndaj Kosovës janë një fyrje ndaj demokracisë, një fyrje ndaj dinjitetit, gjëja e fundit që Kosova e meriton. Mendoj se qytetarët e Kosovës, me të drejtë, janë shumë skeptik ndaj prioriteteve të BE-s. Profesori anglez flet edhe për rolin destruktiv të Serbisë ndaj Kosovës, ndërkohë për këtë kritikon qasjen e Bashkimit Evropian dhe vënien e masave ndëshkuese ndaj Kosovës. It's not a surprise that this has happened again.
Kjo është një nga episodet më të turpshme në historinë e BE-s, vendosja këtyre masave të ashtu quajtura emergjente, ose si do t'i quajnë. Nuk kishte asnjë arsye për to, duhet të hiqen me njëherë. Ajo mund të hiqen nesër. Ideja që do të hiqen gradualisht është qesharake. Aktualisht ka një potencial real për konflikt në Ballkanin Perëndimor, si në Bosnjë ashtu edhe në Kosovë. Dhe shkaku i përbashkët i këtij konflikti është nacionalizmi agresiv serb. Kosova po përballet me këtë nacionalizëm agresiv, si nga Beogradi ashtu edhe në komunat veriore të Kosovës. Kosova nuk ka nevojë për sanksione, Kosova ka nevojë për mbështetje ndërkombëtare. Kosova duhet të jetë ajo që BE-ja, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe shohin sinjale atë rëndësishëm si një burim stabiliteti në rajon. Shpresoj që kërcënimi që përfaqëson Serbia mund të zgjojë instiktin ekonomik të presidentit amerikan Donald Trump, thot profesori duke komentuar ndryshimet eventuale gjatë administratës së re amerikane. I don't think that Kosovo is top of his agenda. Nuk mendoj se Kosova është në krye të agjendës së tij. Nuk e di nëse Ballkani në tërësi është në krye të agjendës së tij, por di një gjë që ai e vlerëson mbi gjithçka tjetër: paran, tregtinë dhe një ekonomi funksionale. Dhe një luftë apo paqëndrueshmëri në Ballkan është e keqe për këtë. Nëse ai mund të bindet se perspektivat për luftë në Evropë vijnë kryesisht nga Ballkani dhe burimi kryesor është nacionalizmi agresiv serb, atëherë shpresoj se do ta kuptoj se çfarë duhet bërë është të ndalet kjo politike pajtimi ndaj Vučićit dhe të thuhet të bëjmë një marrëveshje, të ecim përpara, të sigurojmë stabilitet në rajon. Jo sepse është ndonjë aktor moral, jo sepse interesojnë të drejtat e njerëzit, por sepse intereson fitimi. In the Western Balkans will take a huge hit if there is conflict. So there is some hope there. Syt dhe veshët janë drejtuar nga gjykata kushtetuese për zgjedhjen e krizës politike në Kosovë, kurse institucion shihet si drita në fund të tunelit për t'i hapur rrugë konstituimit të kuvendit pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Kosova po përjeton një blokadë të thellë institucionale për shkak të dështimeve të njëpasnjëshme për konstituimin e kuvendit. Dalja nga kjo situaci pas përfaqësuesve të politikës shihet në një vendim të gjykatës kushtetuese. Deputeti i PDK-s Ferhat Shala thot se vetëm kushtetuesja mund të çlirojë votën e deputetëve të gjendur nën presionin e politikës. Presim që gjykata kushtetuese në fatin optimal të na krijoj apo sqaroj gjitha ato që ne kemi ngritur tashmë në letrën e dërguar gjykatës kushtetuese si subjekte politike bashkë me subjekte tjera opozitare. Do të dëshironim që gjykata kushtetuese dhe besoj që do të jap, si më thon, një orientim sqarues dhe shtërrues për shkeljet që kanë ndodhur dhe po ndodhin në seancat e përsëritura të kuvendit të Kosovës. Edhe pse institucioni më i lartë juridik në vend konsiderohet adresa e fundit për zgjidhje, nga ky institucion nuk kanë dhënë sinjale për ndonjë vendim të shpejtë, përveç konfirmimit se kanë pranuar komentet nga të gjitha palët relevante, përfshirë deputetët Abelar Tahiri dhe Saranda Bogujevci. Ndonse vendimi do të duhej dhënë brenda 60 ditëve nga dorëzimi i kërkesës. Monitoruesi i punës së kuvendit Vullnet Bugaqku nga KDI shprehet skeptik për një zgjidhje të shpejtë. Me qenë se deri më tani janë kaluar dikun afër 2 javë nga momenti i dorëzimit të kërkesës, unë nuk pres që në një afat sa më shpejt gjykata të nxjerrë vendimin e fjalë, kjo për faktin se proceduralisht si kërkesë do të shqyrtohet jo vetëm sa i përket pranimit komenteve të anës së deputetëve, por jam i sigurt që gjykata do të trajtojë dhe do të shqyrtojë edhe vlerësimet e opinionit të Komisionit Venecias. Unë besoj që ata do të marrin mendime edhe nga Komisioni i Venecias për çështjen e procedurës së fshehtë të votimit gjatë një seance konstituive dhe po ashtu gjykata edhe mund të konsultojë dhe të shqyrtojë gjitha themi ashtu praktikat parlamentare të shteteve të Bashkimit Evropian, por edhe të botës ato praktika të mira ashtu që janë parlamentare, si dhe gjithashtu mund të konsultoj vendime gjyqësore të ngjashme të gjykatave të ndryshme kushtetuese. Kuvendi i Kosovës ka dështuar të konstituohet 24 herë me radhë, ndërsa aktualisht e gjithë çështja mbetet në vullnetin e deputetëve për formimin e komisionit për votimin e fshehtë të kryeparlamentarit.
Procesi për njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë po shkakton barierë emocionale dhe financiare. Të mbjetuarat po detyron të heqin dorë nga ndjekja rrugës ligjore për të kërkuar drejtësi për shkak të kostos së lartë financiare, ndërsa shumica prej tyre jetojnë në kushte jo të mira. Kostoja financiare është bërë pengesë pothuajse pa të ikalueshme për realizimin e të drejtave të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. Me gjithë traumën e kaluar, shumë prej tyre duhet të përballen me barrën e dokumenteve, udhëtimeve dhe taksave gjyqësore që jo rallëherë i detyrojnë të tërhiqen, jo nga dëshira për drejtësi, por nga pamundësia për të përballuar atë. Çdo procedurë, sidomos kur vjen puna deri te gjykata që duhet me inicu procedurë gjyqësore, ka një kost financiare, ku për ato raste që nuk kanë një mbështetje apo nuk dinë se si të kërkojnë ndihmë të organizatat e qeveritare që ofrojnë këtë mbështetje pa pagesë, ato duhet domethënë të kërkojnë ndihmë juridike qoftë përmes agjencisë për ndihmë juridike falas që ja harton ankesën për kundër vendimit të komisionit mandej padinë në gjykat, po ka raste kur edhe drejt për drejt shkojnë te avokatët dhe përmes avokatëve e përpilojnë padinë dhe dorëzojnë në gjykat. Në këto raste, momenti që dorëzojnë padinë në gjykat, është një taksë gjyqësore prej 50 euro që duhet ta paguajnë që në fillim. Mandej çdo shkresë hartuar nga avokatët që i angazhojnë privatisht duhet të paguhen, po ashtu çdo seancë që e mbajnë në gjykatë duhet të paguhen avokatët, e po ashtu në raste duhet edhe në instanca tjera të gjykatave me shkruar rasti duhet të paguhen avokatët. Prej viti 2018, mbi 2000 persona kanë aplikuar për njohjen e statusit të viktimës së dhunës seksuale gjatë luftës, por më shumë se 340 kërkesa janë refuzuar e shumë prej tyre nuk e kanë vazhduar betejën e tyre ligjore. Dorina Babuni Krelani nga organizata Medika Gjakova thekson se procesi gjyqësor nuk është vetëm i shtrenjtë financiarisht, por edhe emocionalisht rrethskapetës. Kostoja për qasjen drejtësi është gjithmonë e lartë, qoftë ajo financiare apo edhe emocionale. Nëse flasim për koston financiare, ka kosto të mëdha për shkak që gjitha landet që duhet shkojnë është minimumi për shembull që paguhet për një padi kundër refuzimit të statusit kushton 50 euro, apo me taksën e paguesit është 51 euro dhe ka shumë raste kur të mbjetuarat për këtë shumë parash e kanë lënë këtë proces dhe nuk e kanë ndjekur rrugën ligjore. Nëse flasim edhe për kosto tjera që është transporti, është rruga deri këtu dhe ka shumë gjëra tjera dhe rrethana tjera që ndikojnë, atëherë kjo kosto rritet, nuk është vetëm një shumë 50 euro. Ndoshta për dikë mund të duket shumë e vogël, mirë po me statusin ekonomik që kanë një shumicë të mbjetuarave, besoni që është një shumë e cila ju ndikon goxha në jetën e tyre dhe ka pasur raste ku për këtë shumë e kanë lënë në gjysmë rrugën e tyre drejt drejtësisë dhe nuk kanë aplikuar apo nuk kanë kërkuar më tej drejtësinë për refuzimin e statusit të tyre. Komisioni qeveritar për njohjen dhe verifikimin e statusit thot se nga 2268 aplikime që nga viti 2018 janë aprovuar vetëm 1787, ndërsa vetëm 222 raste kanë përfunduar në gjykat pas refuzimit të statusit. Nesër në Prishtinë nis forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, i cili nën patronatin e presidentës Vjosa Osmani do të zgjasë 2 ditë. Ekspertët e sigurisë theksojnë përfshirjen e pamjaftueshme të grave në fushën e sigurisë. Kosova për 2 ditë bëhet epiqendra globale e zërave që kërkojnë barazi, siguri dhe paqe me gratë në balë të kësaj lëvizjeje. Më 2 dhe 3 qershor në patronatin e presidentës Vjosa Osmani në Prishtinë do të mbahet edicioni i 3 i forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, një ngjarje që jo vetëm bashkon mbi 150 folës nga më shumë se 45 vende, por edhe fuqizon idenë se pa gratë, paqja nuk është e plotë. Megjithatë, angazhimet për të tejkaluar probleme që sfidojnë paqen, eksperti i sigurisë Bedri Elezi thotë se përfaqësimi i në këtë fushë mbetet simbolik. Angazhimi i grave në institucionet e Republikës së Kosovës, përkatësisht në institucionet e sigurisë, kujtoj se është një çështje e cila duhet marrë vëmendjen e publikut.
dhe krejt kjo për shkak se kemi një përfaqësim të grave në institucionet e sigurisë në Kosovë, por jo në nivelin e duhur, e sidomos kur duhet marrën parasysh faktet që gratë kanë treguar një performancë të jashtëzakonshme në angazhimet e tyre në të gjitha institucionet, qoftë ato të sigurisë dhe të drejtësisë. Të jemi të sinqertë, nëse marrim në për shembull Policinë e Kosovës se njëra ndër strukturat që ka në angazhimet e saj disa detyrime për përfaqësim gjinor, nuk kemi gra të cilat kanë udhëhequr 5 departamentet më të rëndësishme të policisë së Kosovës deri më tani. Derisa bota flet për barazi gjinore, Kosova kërkon që kjo barazi të reflektohet edhe në uniform, jo vetëm si slogan, por si strategji. Është shumë e nevojshme që gratë tjenë prezente sidomos në 2 institucionet që tash policisë dhe Agjencisë Kosovës për Inteligjencë, sepse të njëjtat kanë treguar që janë më të kujdesshme në veprimet e tyre. Nuk ka raste ku kemi gratë të cilat janë përfshirë në veprat penale krahas gjinisë kundërt meshkujve. Për shembull, nëse marrim parasysh veprimet që kanë të bëjnë me zbatimin e ligjit kundrejt përfaqësuesve të institucioneve shtetërore, posaçërisht këtyre të sigurisë, kemi mund të themi numër tepër të vogël krahas atyre të burrave të arrestuar, të cilat eventualisht kanë kryer veprën penale për shpërdorimin e tyre zyrtare. Bashkëbiseduesi ynë vlerëson se pa gratë në siguri, as paqja e as shteti nuk janë të plota. Jeta dhe vepra e veteranit të arsimit Isuf Krasniqi është përmbledhur në një monografi nga autorja mbesa e tij, Vezire Krasniqi, e cila vjen para publikut në përvjetorët e lindjes dhe të ndarjes nga jeta të kësaj figure emblematike të kombit. Një portret i skalitur me fjalë për një jetë përplot ideale. Në një atmosferë të jetë emocionuese u porurua monografia kushtuar njërit prej figurave më emblematike të kombit, patriotit, luftëtarit dhe veteranit të arsimit Gjem Isuf Krasniqit. Në 106 vjetorin e lindjes së tij dhe 42 vjetorin e ndarjes nga jeta, autorja Vezire Krasniqi ka ndriçuar jetën dhe veprën e gjyshit të saj përmes këtij botimi, që është shumë më shumë se një libër, është një testament i gjallë i kujtesës son kolektive. Me betejë të përditshme për të flakur tutje armikun, për të jetuar të lirë, për të dëgjuar tingujt e bukur të fjalëve shqipe, mu kështu formësoha jeta e një adhetari plot jetë, dita të cilit takonte dhe nata e ngryste, rreziqeve të kohës për të mbledhur fëmijë që të shkollohen e të ngritemi si shoqëri në nivel të merituar. Andaj me gojen plot them se mësuesit e parë janë burthemeli i shtetit, po ashtu heronj të shtetit tonë të lavdishëm, cilën punën e tyre e bën në heshtje, por me rezultate të mëdha. Ky libër le të mbetet një gjurmë në historinë sa të dhimbshme aq krenare të popullit tonë, për plotësuar kështu me këtë vepër mozaikun e historisë së arsimit shqip. Ndërkaq redaktori i librit Prand Buzhala theksoi se kjo vepër është një homazh për një brez patriotësh që edukuan, luftuan dhe mbollën dashurinë për atë dheun. Ka rëndësi të veçantë për disa arsye kyç. Në A, dokumentimi i historisë, në B, edukim për brezat e ri, një nga arsyet kryesore që motivoi autor për ta shkruar këtë libër, në C, nderimi i figurës historike, libri shërben si dëshmi, nderimi për Sosin Gjem dhe për gjithë ata që kanë kontribuar në arsim, edukim dhe luftën për lirit të popullit shqiptar. Në vlerësimin e tyre, profesori universitar Ragib Gjoshi dhe publicisti Daud Demaku e konsideruan këtë monografi si një vepër me vlera shkencore dhe dokumentare, që sipas tyre mund të qëndrojë krahas botimeve më serioze të instituteve akademike. Ishin misionar të dritës. Ata mbajtën të ndezur flakadanin e lirisë, flakadanin e dijes. Sot jam edhe për një arsye tjetër i lotë, sepse mora në dorë një monografi shkencore, dokumentare, aq e plot, aq pa mungesa, aq
pa pas mundësi me majnë e lapsit, majnë e hodh, lapsit e fut mes dreshtave, që t'ja bëni përmirësim. Ngjarja u pasurua dhe me recitale poetike dhe interpretime muzikore që sollën një dimenzion artistik në nderim të mësuesit të brezave Gjem Isuf Krasniqi. Për më shumë informacione, klikoni në rtv21.tv. Mirupafshim.